Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në kanalin Mëso Anglisht Falas. Në mësimin e sotëm do të mësojmë diçka ndryshe nga ajo që kemi bërë në mësimet e kaluara. Sot do të mësojmë së bashku disa biseda të shkurtra rreth mënyrës se si mund të bëjmë pazar në gjuhën angleze. Do të shohim disa dialog të dobishëm së bashku. Pa humbur kohë, fillojmë me dialogun e parë. Në dialogun e parë do të mësojmë së bashku se si mund të bëjmë një pazar të thjeshtë. Fillojmë. Më falni, ku janë perimet? Excuse me, where are the vegetables? Janë në rreshtin e dytë, djathtas. They are in the second row on the right. Faleminderit. Sa kushton 1 kilogram domate? Thank you. How much is 1 kilo of tomatoes? 200 lek. 200 lek. Po marr 2 kilogram, ju lutem. I'll take 2 kilos, please. Mirë. Diçka tjetër? Okay. Anything else? Jo, faleminderit. No, thank you. Përpiquni që të ndaloni mësimin ose videon dhe të përpiqeni të shqiptoni fjalët në mënyrën tuaj. Pasi do të jetë një mënyrë shumë e mirë për të përmirësuar shqiptimin tuaj. Fillojmë me dialogun e dytë. Në dialogun e dytë do të mësojmë së bashku se si mund të bëjmë një porosi në një dyqan rrobash. Përshëndetje, a e keni këtë bluzë në madhësinë M? Hello. Do you have this shirt in size M? Po, shikoni, ja një. Yes, look, here is one. A mund të aprovoj? Can I try it on? Sigurisht, dhoma e provës është aty. Of course, the fitting room is over there. Faleminderit, më pëlqen shumë. Sa kushton? Thank you. I really like it. How much is it? 35.000 lek. 3,500 lek. Po e marr. I'll take it. Në dialogun e dytë do të mësojmë së bashku një bashkëbisedim në farmaci. Fillojmë. Më falni, a keni ilaç për dhimbje koke? Excuse me, do you have medicine for headaches? Po, kemi tableta për dhimbje koke dhe pika për fyt. Yes, we have headache tablets and throat drops. Më jepni tabletat, ju lutem. Give me the tablets, please. Sa tableta doni? How many tablets do you want? 20 tableta. Sa kushton? 20 tablets. How much is it?
400 lek. 400 lek. Mirë, faleminderit. Okay, thank you. Në dialogun e katërt, kemi së bashku një bashkëbisedim për në një dyqan suvenirësh. Fillojmë. Përshëndetje, dua të blej një dhuratë për mikun tim. Hello, I want to buy a gift for my friend. Po, kemi shumë ide. A preferoni diçka tradicionale apo moderne? Yes, we have many ideas. Do you prefer something traditional or modern? Diçka tradicionale, ju lutem. Something traditional, please. Këto janë magnet dhe pllaka dekorative nga qyteti ynë. These are magnets and decorative plates from our city. Më pëlqejnë pllaka dekorative. Sa kushton? I like the decorative plates. How much is it? 1000 lek secila. 1000 lek each. Do marr 2, faleminderit. I'll take 2. Thank you. Dhe në dialogun e 5 dhe të fundit do të mësojmë së bashku një bashkëbisedim se si mund të blejmë një këmish dhe këpucë. Fillojmë. Përshëndetje, a e keni këtë këmish në madhësinë më? Hello, do you have this shirt in size M? Po, shikoni, ja një. Dëshironi ta provoni? Yes, look, here is one. Do you want to try it on? Po, do ta provoj. A I keni edhe këpucët e bardha që shoh këtu? Yes, I'll try it. Do you also have the white shoes I see here? Po, kemi të gjitha madhësitë. Yes, we have all sizes. Mirë, më jepini këtë këmish dhe këpucët numër 42, ju lutem. Great, give me this shirt and the shoes size 42, please. Sigurisht, ja ku janë. Sa kushton gjithçka bashk? Of course, here they are. How much is everything together? Sa bëjnë? How much is it? 8500 lek. 8500 lek. Here is my card. Thank you. Këto pra miq ishin disa biseda të shkurtra që mund t'i përdorni për të bërë pazar në gjuhën angleze. Shpresoj që mësimi të ketë qenë i qartë dhe i vlefshëm. Faleminderit dhe mirupafshim.